të nderuar shikues, takohemi me të pashoq, do të analizojmë siç bëjmë çdo javë aktualitetin politik, por jo vetëm. Në pjesën e parë do të jemi me një analizë politike, ndërsa në pjesën e dytë do të diskutojmë mbi ligjin e shumë debatuar atë për barazinë gjinore. Nisim pa humbur kohë, ftuari im i parë për sonte është kreu i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Kënaqësi. E nisim nga zgjedhjet e 9 nëntorit që kaluan pa shumë bujë, një ditë e zymt me shi, opozita as që e diskutoi fare, tek e fundit thuajse as nuk mori pjesë, po një rezultat i pritshëm, po ajo që surprizoi për keq në këtë rast do të thoja unë, numri shumë i ulët i votuesve, sidomos vlora në shifra dramatike. Si e lexuat ju të dielën? Po s'kish si ndodhte ndryshe në kushtet kur në procesin e fushatës ngushtë kohore, sepse jo më shumë se një javë fushat u vënë dispozicion, mungoi ai që quhet gara ose të ndryshe konkurenca midis dy kaheve kryesore të politikës. Opozita zgjodhi që të konkuronte me të pavarur të miratuar prej saj. Dhe shumica politike, e cila mbart dhe trashëgon një strukturë elektorale të cilën e kemi të njohur tashmë si determinaliste të terrenit të zgjedhor, na la të kuptoj që paraprakisht rezultati ishte i lexueshëm. Pra nuk ishte një pritmëni të re, një sfidë, dhe dyta, në kushtet kur u përjashtua konkurenca për njësinë më të diskutueshme që ishte kryeqyteti i vendit Tirana, detyrimisht 5 njësitë e tjera administrative nuk kanë një peshë specifike le të themi elektorale për tu ngritur në nivelin e një kazusi, në kampioni për të lexuar qoftë të sotmen elektorale, qoftë edhe progresionin elektoral të vendit. Kështu që në kushtet kur mungoi kjo konkurrencë, në kushtet kur opozita zgjodhi protagonistë që nuk i përkasin vahtës së saj politike, në kushtet kur opozita vet nuk dëshmoi një seriozitet për të ngritur në lartësinë e detyrës dhe aq më tepër për të bërë një diferencë me procesin e 11 majit, dhe në kushtet kur vet artikulantët kryesorë të opozitës u shmangën protagonistës së saj, u shmangën nga ky konkurim, dhe shtote arsyeën e fundme që nga pesha nuk është e fundme, zgjedhjet e, le të themi, 9 majit nuk ishin një mandat, ishin thjesht një konkurrencë e pjesshme për një hise të cunguar të një mandati të teprueshëm në mandatet e qeverisjes vendore. Kujt i faturohet pjesëmarrja aq e ulët, sidomos në Vlorë për shembull, kryeministria faturoi shiut? Refuzimit qytetar. Nuk ka asnjë dilem. Po për kë ishte, po themi, shuplaka në thonjza më e madhe? Për Ramën në këtë rast apo për Berishën, se me këta të dy e identifikojmë ne? Në kushtet ku ne mendojmë Vlorën si një bastion të së majtës, duket që kësaj shuplake refuzuese nuk i ka shpëtuar dhe shumica e kryeministrit Ram. Por mendoj që më shumë se aq, sepse opozita nuk zgjodhi një përfaqësues të dalë prej, le të themi, unanimitetit të spektrit opozitar, aq më tepër të forcës kryesore të opozitës. Dhe në kushtet kur opozita preferoi të sillte një të pavarur, të djallë, dhe nga ana tjetër të mundësonte edhe përfshirjen e një të dyti si, le të themi, kandidat tjetër i pavarur, por jo nga shumë opozita, kjo e zhvlerësonte konkurrencën dhe e delegjitimoi të drejtën e qytetarëve për t'u përfshirë në Po këta kryebashkiak të rinj që fituan me këtë pjesëmarrje, a janë legjitim këta? Domethënë, a cilësohet fitore? Teksa Vlorën, për shembull, do ta qeverisë një kryebashkiake që u zgjodh vetëm nga 15.000 qytetarë të saj. Po nuk ka, ligji nuk ka një, le të themi, limit. De jure e di, po e flas pak më gjerë. Moralisht padyshim që është një sfidë, por nuk vlen shtylla e moralit. Procesi juridikisht është i pranueshëm, administrativisht gjithë një kohë është i. Dhe e dyta, duhet ta pranojmë që ky është një qeverisje e pjesshme për një vit e gjysmë. Se mbas një vit e gjysmë, janë zgjedhjet e plota. Fillojnë zgjedhjet e plota vendore. Po mirë, kandidatët e pavarur, jo partijak, pse nuk u përqafuan nga qytetarët, sepse këta të fundit, sikurse thonë, janë lodhur nga partijakët. Domethënë, pse u refuzuan kaq shumë? Sepse statusi i tyre, pavarësisht nga stilemat pavarur,
statusi i tyre nuk është qoftë edhe politikisht, por edhe në pikpamjen e konkurrencës nuk është i pavarur, sepse ata u miratuan nga një palë zyrtarisht dhe u përfaqësuan në logon e kësaj pale, pavarësisht se nuk i përkisnin në pikpamje formale antarësisë së këtyre familjeve politike të opozitës. Po, fitore e madhe, thonë socialistët, morën mbajtën më saktë edhe 5 bashki, se gja i kishin. Si e lexoni ju për pushtetin e Edi Ramës, pas 3 mandateve të plota, se i 4 i thuaj se sa ka nisur, çfarë do thotë kjo? Po, ne jemi skeptik ndaj këtyre fitoreve që në fakt të lënë shihen në mos të përcaktimit si të Piros janë fitore obeze. Politikisht janë si të tilla, që do të thotë palët partijake tek ne kanë bjerur normat dhe rregullat e një konkurrence elektorale që sipas mandatit kalendarik duhet të riciklohet her pas here. Këto pale kanë refuzuar, kanë zgjedhur një mënyrë tjetër, tinzare, dhe në këtë këndvështrim ata në fakt lozin me inteligjencën e elektoratit. Dhe refuzimi është një akt i inteligjencës refuzuese të shprehur në adresë të dy kaheve kryesore të politikës. Nuk është një refuzim ndaj demokracisë dhe aq më tepër nevojës për të pasur një përfaqësim politik. Madje shumë flet votimi u bën edhe meme, besoj keni parë, domethënë duke i sigur reflektoi pikërisht ky zemrim, ky injorim, nëse dy kahet kryesore të politikës do të ecin në këtë rrugë të zhvletësimit të cilësisë së përfaqësimit, të bjerjes dhe përdhosjes së demokracisë së përfaqësimit, dhe në një lloj kuptimi të injorimit të procedurave statutore dhe legjitime që motivojnë dhe mishërojnë një konkurrencë elektorale, ky refuzim mund të shpreh edhe në forma të tjera nga elektorati. Dhe përqindjet e paralajmëruara në bjerje të pjesëmarrjes në proceset e fundit zgjedhore që nga 2019 deri në ditën e sotme, unë mendoj se janë një sjellje politike elektoratit si refuzim politik në dy kaheve. Çfarë nuk kuptoni ju me këtë paralajmërim? Që do të thotë që në qoftë se ecet me këtë logjik, me këtë situatë, me këtë stagnacion dhe me këtë status quo të dy lidershipeve kryesore, përkatësisht dy autoriteteve më të rëndësishme, zotit Berisha nga njëra ka dhe zotit Rama nga kahun tjetër, refuzimi i pjesëmarrjes në përgjindje edhe më të ulët mund të jetë më evident edhe për zgjedhjet e pas një viti e gjysmë apo edhe në 2029. Një ditë pas zgjedhjeve të së dielës, në konferencën e gjatë përditshme për shtyp, kreu i Partisë Demokratike nuk e përmendi fare të dielën dhe gjithçka ndodhi në të. Vetëm kur u pyet nga gazetarët, shumë orë më pas, ai e bëri një koment, po fat njëjtën gjë, e cilëson një farsë dhe nuk ngjalli interes. Pse ky qëndrim totalisht injorues ndaj së dielës nga kreu demokrat? Zoti Berisha mendoi se do të ndërtonte një alibi me procesin e pjesshëm të 5 njësive administrative të datës 9 nëntor. Mirë, po kjo me sa duket nuk e kreu atë funksion që paramendoi zoti Berisha. Dhe nëse e vut re, në ditën e sotme ai në daljen publike kërkoi një ndjesë dhe madje ju rikthye procesit të analizës për zgjedhjet e 11 majit. Më herët e kishte refuzuar një proces të tillë, ose e kishte tejkaluar, ose anashkaluar, edhe pse zëra të ndryshëm brenda Partisë Demokratike këmbgulën që të kryhet një proces i analizës për procesin e 11 majit. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që ky presion i ardhur nga baza, nga antarësia dhe nga aktorët e tjerë të spektrit opozitar në vend është detyrim dhe imponim i një reagimi publik që po bën kryetari i opozitës. Po pas të dielës, në fakt kemi parë një reagim më intensiv nga radhët e demokratëve, që tashmë shpresa ka humbur, të gjithë janë pasiv, duhet lëviz diçka, nuk shkon kështu, janë shtuar paksa zërat. Po në pikpamjen e strukturimit. Do të prodhoj gjë e kam fjalën afat shkurtër? Mendoj që po. Çfarë? Sepse në pikpamjen e strukturimit Partia Demokratike e ka konsumuar gjithë kohën e pritshmërisë për ta realizuar këtë gjë. Pikërisht. Sepse 3 vitet e krizës së brendshme të Partisë Demokratike dhe gati një vit që është pas asaj krize, po bëhen 4 vite që është një kohë e plotë e humbjes në gjithë kuptimin e fjalës së përgjegjësisë politike dhe të energjizmit për të ristrukturuar vetjakisht Partia Demokratike. Çfarë do i këshillonit ju aktualisht zotit Berisha? E para njerë ka nevojë që ai
të ndërtojë një marrëdhënie të re me leadership të ri të opozitës, që do të thotë gjithë aktorët që kanë një peshë specifike në artikulim, në paraqitje të programit, të alternativave opozitareske dhe në mënyrë të veçantë të energjisë për të dhënë një, le të themi, protagonizëm ndryshues brenda opozitës, duhet u hapë. Po vetë duke u dorëhequr? Nuk mendoj që ai Se e ka zgjedhjet me sa di në prill të vitit tjetër mbahen për kreun e PD-s. Unë mendoj që koha që e mban peng për të gjetur një pasardhës të tij është një kohë që e dëmton edhe më shumë Partinë Demokratike. Çdo pritmëni e Partisë Demokratike për të lindur në një moment caktuar një zoti Berisha si një nun i pasardhësit vet, është kohë e humbur dhe padyshim është një kosto e shumë fish që po i shkaktohet forcës kryesore të opozitës. Këto ditë Berisha ka paralajmëruar përsëritjen e skenarit alla Basha, po them, deri diku, ngritjen e një lloj çadre, si dikur, përpara kryeministrisë. Një lloj platforme kjo, janë paralajmëruar protesta, megjithëse nuk ka një datë konkrete për një protestë mundshme kombëtare. Ky aksion do të shërbej për? Ne në fakt jemi të gjithë të mbarsur me skepticizëm ndaj kësaj forme, e cila është konsumuar nga Partia Demokratike në historinë e 10 viteve të fundit. Ky rikonsumim i kësaj forme, apo le të themi i kësaj regjie politike për të përballur me kundërshtarin, mund t'i shkaktoj edhe një kosto shumë herë më të madhe nga ajo që ndoshta u ndje aq shumë në 3 vitet e krizës së brendshme të Partisë Demokratike. Prandaj, përgatitja e një strukture të reagimit dhe të refuzimit, të aksionit politik dhe sidomos të rritjes së kapaciteteve opozitare prej opozitës, është një përgjegjësi e drejtë për drejtë e zotit Berisha. Ai e ndjen këtë gjë, por unë nuk duhet besoj se ka energjinë e mjaftueshme dhe besueshmërinë e mjaftueshme publike për të qenë ai gjeratori i këtij revolucioni që e premton si të tillë. Nga ana tjetër, marrëdhënia që kanë leadershipet e dy kaheve është një marrëdhënie problematike me elektoratin, me qytetarët e këtij vendi, të cilët jo vetëm që tashmë e kanë konsumuar besimin ndaj tyre, por përkundrazi janë në pritmëninë e lindjes së një të trete, që ajo nuk e shoh në horizont të shfaqet, por që është utopi e natyrshme e shoqërive që zgjatin kaq shumë stagnacionin. Po partitë e reja që u bën deri diku faktor në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, pse nuk u hodhën në betejë për 9 nëntorin në 5 bashkitë vendit për të ruajtur ato vota që morën më 11 maj? Ishte një Mendoj që ka qenë 3 arsye pse nuk e e para njëherë lexuan skemën e dy palëve kryesore. E dyta nuk kishin kohë të mjaftueshme. Një javë kohë në dispozicion të një fushate për parti inekzistence dhe pa struktura për të ushtruar një fushatë dhe për ta zhvilluar një fushatë zgjedhore, janë arsye themelore për të mos u futur në një konkurim i cili mund të shkaktonte një goditje të imazhit më shumë nga mos pjesëmarrja si kundër edhe ndodhi. Dhe e dyta, njëra prej forcave të reja që pentoi e vërejti se shumica politike e qeverisjes së vendit, siç është rasti i kandidimit të Shqipëria bëhet në CR-i, nuk është se i dha ndonjë produkt, por dëshmoi një lloj integriteti lokal të pjesshëm që kjo forcë mori kurajon të testojë vetveten, qoftë edhe në një njësi elektorale siç është ajo e një bashkie të nivelit 2 apo 3 siç është CR-i. Çfarë prodhoi vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pse ka kaluar pak kohë tashmë për Tiranën, anullimi i zgjedhjeve, rikthimi në krye të bashkisë më të madhe të vendit të Erion Veliajt, edhe pse ky i fundit në kushte paraburgimi, megjithatë ai e ka marrë prej andej vendimin e parë që lidhet me festat e fundvitit e tjerë e tjerë. Ndërkohë kandidatët e pavarur, për shembull kandidati Florbina i pavarur që do të mbështetej nga opozita e bashkuar me përjashtim të lëvizjes bashk, shumë thonë që sikur u dojsh me se si shkoi kjo punë për zgjedhjet e plota herën tjetër e kanë fjalën, apo? Mendoj që prodhoi më shumë se 2 procese politike, qoftë individuale, qoftë edhe me efekte në subjekte politike. E para procesi politik është që shumica socialiste de facto u përball me një lloj kryengritjeje të heshtur nga protagonisti në burg që është zoti Velia. Dhe nga ana tjetër testoi një marrëdhënie të saj me pushtetin e drejtësisë, të cilin shpesh palët kundërshtare e stigmatizojnë si pushtet të zënë apo të komanduar nga shumica, që në fakt në tërësinë e vet nuk është plotësisht kështu, dhe episodet dhe historitë e fundit
dëshmojnë që në fakt nuk mund ta zotrojë pushtetin e drejtësisë ashtu si kundër e ka trashëguar dikur në tranzicionin dhe në post-tranzicionin, pushteti politik determinimin e pushtetit të drejtësisë. Dhe një proces tjetër është ajo që zoti Binaj, duke dalë në cilësinë e një të mëvetësishmi të shoqërisë civile, shfaqi një profil ambicioz, por që nuk pati mundësinë ta ushtrojë. A do ta ushtrojë në momentin kur të zyrtarizohet procesi i përsëritjes së zgjedhjeve? Kjo mbetet për të parë. Por atëherë konteksti politik për vetë Partinë Demokratike do të jetë i ndryshueshëm, aq më tepër që nëse kjo shtyhet në kalenda, që do të thotë të kapi mandatin kalendarik të zgjedhjeve normale të pushtetit vendor. Nëse do të vëm në atë ditë kalendarike, atëherë edhe pozicioni i zotit Binaj besoj do të jetë i ndryshëm nga ambicia për një konkurim në rrethana të tjera. Është rikthyer në lojë Erion Veliaj pas vendimit kushtetueses dhe këtu i referohem më së shumti të një faktori ende politik, sidomos një kundërshtar drejt për drejt i kryeministrit Rama brenda Partisë Socialiste. Po politikisht dhe administrativisht po, juridikisht ende jo, sepse procesi ose proceset me të cilat ai përballet për ndjekjen penale dhe që praktikisht e mban dhe në statusin e të izoluarit në burg, është kryekëputi ndryshëm nga procesi juridik që trajtoi gjykata kushtetuese dhe le të themi përplasjet në karakterit administrativ që pati me ekzekutimin, me presidencën, apo qoftë edhe me pritmënim për të kaluar në parlament. Kështu që në këtë këndvështrim janë dy hemisfera të ndryshme, të cilat mund të kenë edhe befasi të reja, por kanë edhe dilema të vjetra. Ka shumë që thonë se për shumë arsye Edi Rama dhe Sali Berisha underground bashkëpunojnë me njëri tjetrin në interes të përbashkët, përtej asaj që duket në skenën me drita të politikës. Ju e besoni këtë? Kujtojmë që së fundmi po flitet për të ashtu quajturin Senat për shembull. Ka nga ato teori konspirative, ndoshta janë të tilla, po i cilësoj se shumë herët po i cilësoj si të tilla, që për shembull Edi Rama do të jetë president, Sali Berisha senator dhe ja. Po në politik, në pikpamjen më tradicionale, planifikimet afatgjata bën në përputhshmëri me të kundërtat që puqen. Dhe duam ta besojmë që kjo është një maksimë e dialektikës, por në rastin konkret në realitetin shqiptar ne lexojmë shumë shenja dhe nojma të cilat na lënë të kuptojmë se këta ekzistojnë në mënyrë të përputhshmërisë së tyre si të kundërt. Që do të thotë ekziston njëri jetë gjatë, sepse ekziston tjetri po kaq jetë gjatë, por me kahun e ndryshëm që ai është brenda familjes ose grigjës së vet partijake. Kjo është arsyeja pse ka kaq shumë pakënaqësi. Dhe publiku shqiptar është një publik inteligjent, pavarësisht se nuk ka protagonizmin për të ndërhyrë dhe për t'u aprishur ose për t'i prishur këto skema që të lënë dhe shijen e politikanëve tranzicionit, por në të njëjtën kohë edhe të krijojnë bindjen e uzurpimit. Jemi në një rrethan dhe realitet të uzurpuar. Tani, ne jemi mësuar që gjitha zhvillimet të lidhim se njëra patjetër nuk bëjnë dot politika me drejtësinë tek ne. Çfarë ndodh nga politika, çfarë ndodh nga spaku, këto janë dy polet ku përqendrohet lajmi, po themi dhe analiza. Lëvizjet e fundit të spakut, për shembull ditën e premte është dërguar një fletëthirrje për kreun demokrat Sali Berisha për të dëshmuar përdosjen e 21 janarit. Si lexoni ju këtë lëvizje tani më? Ka ndonjë ndikim kjo në çka do të ndodh? Në realitetin ton nuk përjashtohet asnjëherë nevoja për të krijuar kontekste të reja për llogari të situatave të reja. Dhe cili është ky? Rikthimi i agjendës ose thënë ndryshe i dosjes së 21 janarit në SPAK është një detyrim që në fakt më shumë se sa nga vullneti i njërit kahk politik vjen prej urdhëresës nga gjykata e Strasburgut. E vërteta është që 21 janari është ngjarja ndoshta më dramatike, më tragjike e deformimit dhe shfaqjes së imazhit të shtetit shqiptar si një shtet gjakus mbi qytetar pafajshëm. Dhe mosmarrja dhe mosdhënia e drejtësisë për këtë proces kaq tragjik në fakt sjell deformimin të madh në marrëdhënien midis shtetit dhe qytetarëve, dhe aq më tepër në një shoqëri që pretendon se
posedon dhe mishëron demokracinë dhe shtetin ligjor. Dhe në kushtet kur ky shtet ligjor është shtet që ka gjakuar qytetarët e vet të papajshëm, pavarësisht nga protagonizmi politik që e ka çuar në atë shesh Majdan, kjo është një çështje që do të duhej të trajtohet si e tillë me kohë. Fakti që në periudhën kur qeveriste zoti Berisha, kjo gjë nuk ndodhi sepse nuk mund të dëshkonte vetveten dhe ai krijoi dhe u investua të krijojë një perceptim publik se ekzistojnë dy anët e medaljes, edhe ai që i solli qytetarët aty, edhe ai që qëlloi mbi qytetarët e pafajshëm. Dhe kjo simetri e së drejtës apo drejtësisë që pretendoi njëra apo tjetra palë për 21 janari në arsyeja pse u mbajt peng dhe u pengua drejtësia. Në kushtet kur Strasburgu fal një këmbgulje të një personi avokat, por i afërt me një prej viktimave, e riktheu procesin dhe po e imponon si të tillë në kushtet e një sistemi të ri të drejtësisë dhe në kushtet e një gjykimi dhe hetimi të ri, kjo në fakt mund të ndryshojë këtë qasje që de facto mund të godas atë që ne kemi thënë pandëshkueshmërinë reale, sepse 21 janari është një kazus i plot, i thellë, i mjaftueshëm për të identifikuar pandëshkueshmërinë si një lloj regjimi që ka determinuar shoqërinë shqiptare në periudhën e tranzicionit. Për gjithçka ka ndodhur, në momentet që po flasim, cili do të ishte vlerësimi juaj për SPAK-un? Unë, meqense e kam ndjekur me një lloj optimizmi qysh në 2016 kur u bën amendimet kushtetuese, vazhdoi t'i përmbahem ides dhe konceptit se SPAK-u është një institucion që nëse do të kishte mundësinë të funksiononte me të njëjtën valencë dhe peshë të integritetit bashkë me pjesën hallkën tjetër të drejtësibërjes që janë gjykata, dhe këtu e kam fjalën për gjykatën e posaçme, do të kishte arritur një sukses të fuqishëm që të vendosej një ekuilibër funksional midis pushtetit të politikës dhe pushtetit të drejtësisë në Shqipëri. Në kushtet kur politikanët me çdo kush bën që të rritej perceptimi vetëm për SPAK-un dhe të mos rritej ky perceptim dhe mos jepeshin provat e këtij integriteti edhe nga gjykata e posaçme, sot jemi në ato dilemat publike që SPAK-un duan ta prishin, duan ta zhbëjnë dhe nga ana tjetër duhet që t'ia shkurtojnë këmbët për të mos ta lënë në shtatlartësinë funksionale të tij. Dhe shenjat e para janë si të tilla. Një lloj dakordësie e tërthort apo e drejt për drejt e dy kafeve kryesore përmes artikulimeve të herpashershme, qoftë të kryeministrit Rama si kryesues i Shumicës Socialiste, qoftë i zotit Berisha si kryetari i opozitës, të lënë besosh që arkitektura e tyre është në përpunim të një projekti për ta ripar konceptualisht edhe funksionimin e SPAK-ut, por dhe për ta bjerur këtë integritet që ka dëshmuar sidomos në periudhën kur tashmë zyrtarisht edhe në marrëdhënie me partnerët ndërkombëtar e pranojmë që ky vend ka kaluar nga regjimi i pandëshkueshmërisë në një sistem të ndëshkueshmërisë ligjore. Ne nuk i kemi mbyllur këto procese dhe fakti që gjykata e posaçme nuk ka atë rentabilitet që ka pasur sjellja dhe marrja nën akuzë e personave me autoritet të plot, qoftë në pushtet, qoftë në vendimarrje, qoftë në nivelet e tjera të politikës, të ekzekutivit dhe të territorit ose të ndryshe hierarkisë administrative të vendit, na le të besoj që kjo është e qëllimit. Por nëse do të funksiononte me të njëjtën gjatësi vale, edhe proceset hetimore që kanë ndërmarrë SPAK-u, por edhe masat e gjykimit dhe të hetimit gjyqësor që duhet të jepeshin prej gjykatë të posaçme, do të ishte një panoramë tjetër dhe sot nuk do të ekzistonte më diskutimi a do të mbetet SPAK-u apo a ka të drejtë SPAK-u. Në gjithë këtë panoramë aktuale politiko-juridike, ndërkombëtarët ku janë? Nga njëra anë, duket sikur po abuzohet për hir të integrimit në Bashkimin Evropian, po bëhen shumë gjëra, po argumentohet shumë çka lidhur me të qytetarët e besojnë deri diku, lidhur me perspektivën e tyre pozitive në këtë drejtim. Nga ana tjetër, ambasada amerikane prej kohësh pa ambasador, ndërkohë Amerika ka hallet e veta për momentin. Iluzioni shqiptar për ta konsideruar faktorin e tretë dhe faktorin ndërkombëtar në vendimarrjet publike dhe kryesisht në tjetërsimin e demokracisë në vend, është një iluzion që mendoj tashmë
duhet të përfundoj. Faktori ndërkombëtar nuk ka atribute të ushtrimit ekzekutiv të autoritetit të vetë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri, dhe aq më tepër në atë sistem që kërkohen dhe pretendojmë ne të bërë një balancë midis pushteteve të tjera në demokracinë hibride shqiptare. Ambasadorokracia ka qenë një koncept aq shumë i kritikuar në debatin publik dhe në le të themi konsulencat publike në Shqipëri. Dhe ne kemi parë këtë gjë si një realitet. Por sot kemi diçka që mendoj duhet marrë në konsiderat për shkak se ajo është e mishëruar në amendimet kushtetuese të Republikës. Sot atributet e faktorit ndërkombëtar, kryesisht amerikan dhe atij të Bashkimit Evropian, Brukselit, janë të mishëruar si prezencë ONM-je në funksionimin e sistemit drejtësisë në kushtetutën e vendit. Derisa të mishërojë dhe të mbartë këto atribute, ky faktori i tretë në realitetin institucional dhe ligjzbatues në Shqipëri, ne duhet ta kemi shpresën. Në momentin kur palët politike e amendojnë rishtazi kushtetutën e vendit dhe e zhbëjnë prezencën dhe ndikimin e këtij faktori të tretë, atëherë patjetër edhe ne duhet heqim dorë nga kjo utopi. Okej. Ndërkohë, kalojmë pak përtej kufirit në Kosovë. Atje zgjedhjet bëhen duke shfaqur interes qytetarët. Një procesi shkon ndryshe nga ne, për shembull, procesi i numërimit bëhet në korekord krahasuar me ne, domethënë kaq pak vite shtet dhe kaq shumë ndryshe për mirë krahasim me ne. Këtu njëherë, pastaj kalojmë tek rezultatit dhe çfarë pritet ndodh me Kosovën dhe me qeverinë. Kosova ka disa specifika që janë të ndryshme nga republikat e tjera të Ballkanit Perëndimor, aq më tepër nga Shqipëria. Cilat janë ato? Në pikpamjen e pluralizmit të konkurimit elektoral dhe partijak, Kosova e ka një pluralitet më të cilësishëm. Janë 3 forca politike të cilat e kanë, le të themi, ekuivalencën e dominancës mbi entitetet e caktuara elektorale gati në mos të barabartë të përafërt. Është kjo arsye pse vetvendosja me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës janë pashmangshmërisht 3 forcat kryesore të vendit. Dhe nga ana tjetër janë dhe 2, le të themi, forca të tjera më të vogla, siç është Aleanca për Ardhërinë e Kosovës dhe Nisma, por në të njëjtën kohë janë edhe partitë e spektrit, le të themi, minoritar. Këtu nuk e kam fjalën vetëm për lista sërbska, po e kam edhe për partitë turke dhe ashkalinë të tjerë. Këto të gjitha i kanë dhënë një model të pluralitetit politik Kosovës që është i pakrahasueshëm me vendet e bipolaritetit politik, siç është Shqipëria, siç është një lloj pikpamje edhe Serbia, edhe Malizi dhe aq më tepër edhe Maqedonia që ka specifika të tjera, sepse elementi etnik në Maqedoni është element shtetformues. Këtu kam parasysh 2 entitetet e mëdha që janë shqiptarët dhe maqedonësit. Në këto kushte, demokracia zgjedhore dhe demokracia e përfaqësimit në Kosovë paraqiten më të cilësishme për shkak të konkurrencës. Çdo parti, sidomos nga 3 forcat kryesore, ka ambicien dhe predispozicionin politik që të jetë më selektive në përfaqësim dhe në delegimin e përfaqësimit. Dhe prandaj themi ne që është më e cilësishëm, janë më të cilësishme proceset zgjedhore që zhvillon Kosova. Por fatkeqësisht në 2 proceset e fundit dhe sidomos ato të ndodhur në fundin e kësaj jave, në fakt është brengosëse. Fakti që po kontestohet procesi i Mitrovicës. Po shfaq disa simptoma të cilat ne i kemi kritikuar dhe kemi uruar të mos i mbartë si simptoma të tilla ose si sindrome të ndotjes së proceseve zgjedhore si kundër ka një traditë të shëmtuar Shqipëria. Dhe kjo është një kulturë e re që po futet në Kosovë, që për cilën duhet të reagojnë refuzueshëm të gjithë aktorët dhe kryesisht subjektet që merren me mishërimin e demokracisë zgjedhore në Kosovë. Të dielën në Kosovë u zhvillua balotazhi për 18 komuna të vendit. Rezultati doli ai që pam, jo ndonjë surprizë deri diku pritej Prishtina për shembull, nga ana tjetër rezultati vetvendosjes, sidomos për pjesën e Mitrovicës. Tani vendi ka shumë muaj në krizë politike, institucionale. Presidentja Vjosa Osmani mandatoi së fundmi Glauko Njufcën për të formuar qeverinë, po duket se nuk kemi
gjë të reas në këtë drejtim pas dështimit fillimisht Albin Kurtit, që nuk siguroi numrin e votave. Çfarë do të ndodhë? A do të hymë në zgjedhje të reja në Kosovë? Ka alternativa të tjera? Sipas të gjitha gjasave, premisat më të mundshme janë që të shkojmë në një proces të parakohshëm të zgjedhjeve të përgjithshme. Por brenga është se ky proces, edhe nëse ndodh, nuk ndryshon skemën e rezultatit të ndarjes së mandateve që do të grumbullojnë 3 forcat kryesore. Pra mund të jenë diferencë që shkon nga 3 deri në 5 mandate, por kjo nuk I jep atributin e të qenit shumicë për të formësuar kabinetin qeverisës njërës prej partive. Prandaj në këto kushte, kur është kjo pamundësi dhe kjo skem e pandryshueshme, nevojitet një përgjegjësi politike dhe një ndryshim e qasjes dhe kursit politik midis 3 forcave kryesore. Pashmangshmërisht, për arsye të le të themi interesit publik, interesit shtetëror dhe të interesit partnerial të Kosovës me vendet e tjera, këto 3 subjekte kanë përgjegjësinë që të ndajnë në pikpamjen më principiale të mundshme raportin e mos mbajtjes në pengim të esurisë së mëtejshme të procedimit në Kosovë. Pra, do të duhet që njëra nga 2 forcat e tjera, në marrëdhënie me to, të çedoj në kuptimin pragmatist dhe politik të fjalës për të ndërtuar një partneritet qeverisës. Çdo tendencë për të nisur nga konjunktura dhe hamendësime që lidhen me ndikimet që kanë autoritet të caktuara politike. Se arsyeja është sot, ne nuk e dim arsyeën zyrtare pse vetëvendosja nuk bën një aleancë me Partinë Demokratike të Kosovës. Ne nuk e dim sot se pse nuk e bën. Po pikërisht, po cila është arsyeja? Kanë një diferencë doktrinare, kanë diferencë programore, kanë projekte dhe programe të ndryshme partijake? Jo, s'është kjo arsyeja. Arsyeja që e shpjegojnë qytetarët lehtësisht në Kosovë është në vetëvendosja nuk bën aleancë me Partinë Demokratike, se ka droje që leadershipi I burgosur I Partisë Demokratike mund të jetë influent mbi qeverisjen aq më tepër që ka një influencë edhe mbi administratën që trashëgon vetëvendosja në këto 5 vitet e fundit. Po kjo është e gabuar. Ose anasjelltas, vetëvendosja nuk bën një aleancë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se Lidhja Demokratike e Kosovës është forcë kryesore dhe historike e Kosovës dhe kërkon që pushtetin ta marrë dhe ta posedojë vetë. Këto janë qasje të gabuara me një kosto të jashtëzakonshme, financiare, kredibiliteti, shtetformuese dhe partneriteti diplomatik midis Kosovës, institucioneve shtetërore të Kosovës dhe qasjes problematike që ka Kosova me 2 proceset, me atë të fëqinjësisë në raport me çështjet e pazgjidhura me Serbinë dhe dyta të procesit të shtetnjohje dhe të procesit të afirmimit institucional si shtet në Bashkësinë Evropiane. Është Republika me proceset më të vonuara, qoftë të integrimit, qoftë përfshirjes në korpuset e organizuara të Bashkisë Evropiane dhe Bashkisë Perëndimore në përgjithësi. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit të nderuar shikues, mbyllet këtu pjesa e parë, I kthehemi bashkë me të pashoq në pjesën e dytë me një tjetër panel për barazinë gjinore.